Vini re, ju jeni njerëz lirë të një populli të robëruar. Vetëm nga ju dhe nga kushdo tjetër në diasporë dhe kudo që po proteston, mund vi shpëtimi i Shqipërisë. Kontributi juaj, mediatik, me artikuj, me filma me metrazh shkurtër, me kallëzime, me pati, me pjesëmarrje, do t'i jap jetë dhe do ta shqirojë Shqipërinë nga kjo kastë e korruptuar. A e dini se në Shqipëri policia dekonspiron, universitetet shesin diploma dhe nxjerrin mina me sahat, nuk bëjnë asnjë studim mbi kuotat që lëshojnë diplomat, mbi 1500 juristë çdo vit pa një studim tregu. Në Shqipëri nuk ka asnjë kampus, zero, nuk ka asnjë qytet për studentët. Nuk ka mbështetje për kërkimin shkencor që i jepen pedagogëve dhe ka pedagogë që bëjnë nga dyja më shumë punë sepse nuk kanë dinjitet me pagën që marrin. Nëse po pyesni se kush jam, unë jam njëri nga ju, jam një numër këtu në shesh dhe do t'jem deri ditën e fundit. Jam babai një djali 5 vjeçar që për fat se jetojmë në Tiranë mund ta çojnë teatrin e kukullave, që është vetëm një në gjithë Shqipërinë dhe ka vetëm 200 vende, vendet limituara. Po fëmijët e tjerë, si po rriten? A e dini që në Shqipëri ka vetëm një pishinë publike dhe të gjithë fëmijët e tjerë që nuk i përkasin Durrësit, po edhe aty është e limituar. Nuk do të shijojnë pushimet e verës dhe me atë ndrojjen e turpit që kanë, nuk do të shkruajnë në atë hartimin e muajit shtator, po ku i kaluat pushimet, se pushimet nuk bëjnë. Në plot qytetet Shqipërisë nuk ka një linjë urbani që të shojë të afërmit në Vareza, që është minimale për të përkujtuar dhe për të qasur dhe për të takuar ato njerëz që kanë kaluar botën e përteme. Pra zero mundësi që ato të shkojnë edhe të vizitojnë ato Vareza. Në vitin 2013-14 unë nisa Akademinë e Policisë. 10.000 persona aplikuan në të kohë. E kuptoni besoj shpresën e madhe që kishin. Dhe pas fillimit me mira të tjere praktisën se e kuptuan qasje reale të kësaj qeverie. Kam punuar në forcat speciale Renea, që është elita e vendit, dhe kur vjen puna, kam ikur me dorëheqje për shkak të dekonspirimeve, mediokritetit dhe drejtuesve analfabet. Jam një person që sot e jep kontributin në 2 universitete si pedagog. Si pedagog që bën plot punë të tjera më pas për pasur një jetë dinjitoze për vete, për prindrit, edhe për djalin që ju thash, që rritet në një vend që kushtet dhe premisat për një të ardhet mirë janë zero. Dhe për të mbyllur, kushdo që u pyet pse protestohet për ato listat e kriminalizuara me plot zyrtarë që nuk e meritonin të ishin kryetar bashkie, deputet e zyrtarë. Protestohet për kanabizimin e vendit, protestohet për kuotat e universiteteve që janë fiktive dhe nuk lidhen me tregun e punës. Protestohet për talljet e vazhdueshme që çdo zyrtar bën me fondet publike. Protestohet dhe do të protestojmë deri ditën e fundit. Dhe një herë po i them, unë jam thjesht një numër, unë jam ju, tu në sherë, deri fund.